Përshëndetje të dërgojmë i vazhdimin e njerëzimit profetin tonë sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij dhe me gjithë ata që i ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, pasi kalon nata e 27 e Ramazanit, natë ku sipas mendimit të një pjese të madhe të dietarëve, pra mendohet, shpresohet si natë e Kadrit, ndodh që një pjesë e besimtarëve sigur i lejnë ato angazhimin ose entuziasmin ose ato pra tjetë me zell të madh, sigur do kësohet. Ndërkohë, besimtari dhe besimtarja nuk duhet jetë i tillë. Ne duhet të vazhdojmë deri në fund adhurimin e Zotit Gjallësisë deri në fund. Dhe përsa i përket namazit taravive, për kushtimit, do të vazhdoj deri në fund, sepse profeti ynë sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin, pra kush falet gjatë netëve të Ramazanit duke besuar dhe shpresuar, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Dhe netë Ramazanit janë deri në fund, dhe sonte dhe nesër mbroma. Allahu subhanahu wa ta'ala neve si njerëz na ka dhënë shanset më dha, mundësit më dha. Zoti i Gjallësisë na e dha muajin e Ramazanit si shans, si mundësi që me arrit falje, mëshirën e Zotit të Gjallësisë, xhenetin e Allahut të erzuar. Zoti i Gjallësisë na i dha netët e Ramazanit, na e mundësoi të jetojmë në ndërtime dhe 10 neshën e fundit të Ramazanit. Por Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhënë edhe shanse tjera. Dhe shansi i madh është jeta e njerëzit. Jetën na ka thënë Zoti i Gjallësisë. Ky është një shans të cilin ne duhet me shfrytëzu me arrit xhenetin e përjetshëm botën tjetër. Nëse përfundon muaji Ramazanit, nuk do të thotë që përfundon adhurimet. Nëse përfundon muaji Ramazanit, nuk do të thotë që ne ishim në Ramazan musliman dhe mbaroi Ramazani, mbaroi Islami, jo. Nëse përfundon agjërimi që kemi pra 29 ditë, ne adhurimet tjera vazhdojnë, namazin vazhdon, respektimi prindërve, sjellja e mirë vazhdon, sadakaja vazhdon edhe jashtë Ramazanit. Lutjet ne i bëjmë vazhdimisht. Allah subhanahu wa taala e lutemi vazhdimisht. Dhe besimtarja vazhdimisht duhet me shënd i tillë. Sepse Allah subhanahu wa taala thot Kur'an wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur ndërroi jetë i dërguari i Zotit alaihi salatu wassalam, e përjetuan shumë keq. Sa që pak prej tyre, pra Omeri, njëri ndërta, tha kush thot se Muhamedi pra ka ndruar jetë, të nxori shpatën. Ndërkohë vjen Abu Bekri, e kap situatën e Abu Bekri. Dhe ju drejtohet besimtarëve thot, kush e adhuron të Muhamedin, le ta di se Muhamedi ka ndruar jetë. Kush adhuron Allahun, tha, le ta di se Allahu është i përjetshëm, nuk vdes. Dhe kjo sigurisht shqetësoi shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra edhe ne si besimtarë, nëse përfundon muaji Ramazanit, nuk duhet me u shkut se shenjë e pranimit të veprave të mira, çfarë është? Vazhdimësia po të mira. Nëse je falti, mashallah, je falë gjatë gjithë netëve të Ramazanit taravit, shenjë e pranimit të veprave të mira është vazhdimësia, me vazhdu pas Ramazanit. Dhe ato që ja kam thonë dhe ja kam theksu vazhdimisht, namazet. Këto janë vullnetare që falin dhe gjatë natës. Ato ditës janë të cilat do të pyetemi dhe do të japim llogari për to. Atyre ku ka më bukur se sa në përfundim të Ramazanit, robi ndoshta ti gjatë gjithë netëve të Ramazanit nuk ke shansë prej atyre që janë përfshirë listat e atyre që lirohen prej zjarrit të xhenemit. Ndoshta me përfundimin e këtij muaji, je ti njëri prej tyre, jam unë ose jemi ne gjithë inshallah së bashku prej atyre që lirohen prej zjarrit të xhenemit.
Prandaj është e udhës që me pas vazhdimësi në vepra të mira Allahu na bëf prej tyre. Përfundimin e këtij muaji. Transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë detyrë nxjerrjen e sadakas së fitrit. E ajo është pastrim për agjëruesin. Se ne gjithë jemi njerëz. Gjatë agjërimit, dikush një shikim haron, dikush tjetër ka fal me një fjalë, ka rështik. Pra, dhe normal, ne duam që agjërimi me shoni plot. E profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë detyrë nxjerrjen e asaj sadakas së fitrit si pastrim për agjëruesin. Ajo nxjerret ushqim, nga ushqimi bazë që kanë njerëzit e vendit, pra qoftë miell, oriz, dhe për secilin afërsisht për çdo person 2.5 kg, për çdo person, antar të familjes. E nxjerr i parë i familjes për gjithë familjarët e tij. Më dhej e veshët madje edhe për gruan që është të zanë, pra nxjerr për fëmijën që ka në barkë më saj. Dhe kjo është diçka simbolike, por është pastrim për agjëruesin dhe nuk mbetet besimtar në ditë pra Bajramit pa pas diçka, pra me e kalu ditën e Bajramit. Kjo nxjerret 1 ose 2 ditë sadakaja e fitrit. Para Bajramit, pra nesër dhe pas nesër. Dhe unë e këshilloj çdo njeri që nëse ka në fisin e tij, ka dikë pra që është nevojë, dhe ato ushqimet dhe shkoqoja, sepse një nxjerr sadakan, shpërblim, dhe e dyta rritja e thirrjeve fare fisnore. 2 gjëra, pra 2 shpërbime. Por kush nuk ka mundësi, se nxjerr dot vetë, atëherë edhe këtu te xhamia organizohet diçka e tillë, pra që të çohen njerëzve në nevojë, por do të shpejtojmë që kanë plan me nxjerr pra nesër, pas nesër, këtu kemi vllai i Zetit, pra këshilli i xhamisë. Po ashtu nuk është i Zeti, nuk shëllon i Zeti, është Gimi, mund t'ja vini Gimit, pra Allahu është shpërblet me të mira. Përsa i përket Bajramit do njoftohen edhe nesër mbrëmje, inshallah. Do të falet tek 3 fushët.